6 shtyllat e imanit. 6 shtyllat e imanit janë: besimi në Allahun, në melekët e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e gjykimit, në kaderin, caktimin e tij. Fëmijë të dashur, kush i beson këto shtylla me zemër të sinqertë, ka imanin të vërtetë dhe zemrën e ndriçuar me dritën e Allahut. Ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë video, bëni like dhe subscribe në kanalin ton Amras Creativity. Besim dhe edukim. Teksti punuar me kujdes, pedagogji Besiana Amras Creativity, e kontrolluar me miratuar nga mësuesja Adelina Kuçana. Lexoje Amra Kusumi. Dizajni grafik Amras Creativity Arena.